që nuk guxon atë ta përdorish për nevojat tuaja ose për kënaqësinë tënde, por ajo është e nevojtarit dhe ti do t'japish llogari për atë. Do të thonë 2.5% e pasurisë tënde, që është obligative fillimisht, që pastaj edhe sa më tepër që ti jep më e mirë është për ty, ajo nuk është e joqja, duhet t'ja japish nevojtarit, sepse zakonisht neve kemi njerëz që janë nevojtar, janë skamnor, për shkak se të pasurit nuk ngopen. Të pasurit, do me thonë, nuk interesohen për ato. Prandaj thot një prej dietarëve të Islamit, nëse sheh se një shoqëri është përhapur varfëria, ka njerëz që kanë problem për të siguruar edhe gjërat elementare, dinja se atyre u kanë marrë pasurinë të pasurit të atij vendi. Se ne nuk u kemi dhënë atyre pasurinë që e kemi obligim që ta japim. Prandaj Ramazani sikur na vin neve që të na e kthej shikimin tek tjerët. Ti që ankohesh vazhdimisht shiko se ka njerëz që ndoshta nuk kanë mundësi të ushqehen, nuk kanë mundësi të shtrojnë iftar dhe sifir për familjet e tyre. E nuk mund t'jesh besimtar i mirë, thot profeti alayhis salam, nëse ti në mbrëmje flen në gjumë me barkun tënd të ngopur, ndërsa fëmijën tënd nuk e zen ushqimi, nuk e zen uria nuk e zen gjumi nga uria. Pra nuk je ti besimtar i mirë.